Cilat raca janë më të shpërndara në Kosovë? Në Kosovë dominon raca Fleck V apo Red Holstein. Kjo është në mes Simentalit dhe Holsteinit, e cila ka një mesatare shumë të lartë qumshtit. Bën edhe për qumsht edhe për mish? Po, është edhe qumsht edhe mish dhe arrin, mund të them që 9.000 litra, arrin lopë që me një kujdes të shtuam pak 9.000 litra qumsht laktacion, është një cilësi shumë e mirë e qumshtit dhe një sasi që e knaqë edhe farmerin edhe gjithë tjerë. Quhet Holsteini holandez fabrike qumshtit. A ka sukses në Kosovë? A ka sukses në Kosovë, për asë sa punojmë, kush punon shumë ka sukses. Unë mund të ngjej në gishta farmerë që janë shumë të suksesshëm dhe farmerë të cilët kanë investu shumë dhe se kanë menaxhu mirë dhe janë dështak. Kështu që unë nuk muj me fol për tërsi, vishtam se me një menaxhim të mirë dhe me një kujdes familjar është shumë i suksesshëm. Kemi Kosovën edhe rafsh, kemi edhe Alpet apo bjesht atje. Kemi mundësi si kur në Zvicër aty kultivohen, duket kemi qenë njerë në Valis, atje më kujtohet ajo faksin edhe është më rëndësi që të mësojnë pak edhe niveli qendror, kushtet si afron Zvicër atje. Përvojën atjeshme që base jo tash, po në të ardhme që praktikat e reja stimuluese të zbatohen edhe në Kosovë. Na kemi qenë bashkë lirë mirë, se kemi kujtohet fort mirë, unë vizitoj shpesh, po zbashku kem pas rastis bashkë që t'jemi një vit në Valis të Zvicrës, atje kemi pa ku shteti subvencionon për krerë të gjedhit që shkon bjeshk 100 franga në mujt, që do të të farmerit ja merë një pronar, i cili do të kujdesi gjatë tërë sezonit. Nëse i lirë për vorfi me 20 kërë gjithë shkon bjeshk me kullu, i merë, sa për bjen? 4.000 në mujt. 4.000 mujt, po në këtë rast, nëse salihu ja merë i lirit 20 kërë, e i lirit tjetër 30, për të gjithë nga 100 franga mu më subvencionojnë që ja për çdo muj, edhe djathi që zihet atje në bjesht e Zvicrës është bio, nuk përdorët asë një gjo, sasia kuptohet bjen pak, se është vetëm e natyrës, po është ushqim bio. Alpës kokeze, nëse të kujtohet fort mirë, ato dikon dhe 9 kg ka pas si bukë që formohet atje, edhe ato ai djath ipet në për shkolla, në për qerdhe, dhe ka një kosto shumë të lartë çmimit shitës. Unë e di çmimin 17 dhe 19 franga që e kanë dhonë farmeri që ka zonë bjeshk atje qatë djath, e ka dhonë çmim me shumicë, ndërsa deri në treg del dikun 20-25 franga për kilogram të ati djathi. Do të thotë ai djath nuk eksportohet, po përdoret për fëmijë. Fëmija i shëndos, ushqimi i shëndos. Të meçën në Zvicra. Edhe bjeshka e ka një qumshtorë, mini qumshtorë të ndërtuar nga shteti, i cili farmeri, i cili shkon atje, i gjitha gjonat i ka të gatshme. Aty mjafton vetëm personelin me vete, edhe kushtet janë prej as deri në zë që i plotson gjitha kushtet.